Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë zije, ndahet nga jeta në mënyrë të papritur aktoreja e njohur e serialeve. Lea Masari, një aktore e njohur dhe ikon e kinemas evropiane, ka ndëruar jetë në moshën 91 vjeçare. Masari vdiq në shtëpinë e saj në Rom të hënën. Në një karrierë 10 vjeçare që përfshin filma, televizion dhe teatr, Masari ka luajtur për krah Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Michele Piccoli apo Omar Sharif. Ajo ishte një personazh i dashur si për kolegët, ashtu edhe për publikun, por i shmange i vëmendjes. Pasi u tërhoq nga aktrimi më shumë se 30 vjet më parë, ajo rrallë shfaqej në publik.